prej fillimit mujt 9 kom pa që si nuk im shku mu në privat, ja ka njës direkt me, nuk më ka llogarit adhin, më ka prit shumë ftoft. Edhe? Me datën 6, im shku ku marrë oksigjen dhe terapi që shtash, prej mjekut kujdestar të shtunës. Dielen, mjeku jam marrë mas orës paraprake që fillon orari punës. Mjek që në kujdestar të shtunën më kanë çu mu me oksigjen. Kanë thonë se je shumë keq, se vetëm e ke nis me pas shumë stres, kontrollohu, nuk je për lindje normale, duhet më shti mjeku jetë që shyshe në përëm se nuk je. Kur ka fillu orari i të dielës. A të kanë bën ndonjëherë kontrollat se ato ditë të fundit para lindjes bën vazhdimisht me pa beben? Po, beba u konë shumë mirë. Ujori u konë shumë i pastër. Vetëm që s'm kanë shtime një normal. Unë isha në javën e 14 e 34 ditë më punë, nuk im konë në hapë në asë një gisht. Më ka riziku mu jetën, edhe bebes.